Atëherë dashur, rikëthyem në studio për të vazhduar, besoj një bisedë shumë interesante dhe me vlerë me drejtorin artistik Osman Ahmeti të Skupi Festival 2025, ku do bisedojmë për edicionin i cili po na vazhdon akoma, ka nisur që nga data 29 shtator dhe vazhdon deri me datë 4 tetor, do të thënë nata e 6 është nesër dhe ajo përfundimtare. Përshëndetje, shumë kënaqësi ju kem sot në emision. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë nisi ky edicion i Skupi Festival me datë 29 shtator. Sa komori le themi gjithë planifikimi dhe realizimi këtij edicioni, 6 net me radhë, besoj një punë e madhe për paskenave. Po thoj se gjatë të vitit merren një kohë, kuptohet kohë më të shkurtër, më të vogël, po gati realisht sapo e mbarojmë edicionin e radhës, fillojmë në përgatitje të edicionit tashëm, po. Kjo dhe ka qenë edhe për shkak mënyrës se si është dashur të aplikohet kërkesat që janë bërë për aplikimin në Ministrinë e Kulturës, po edhe në qytetin e Shkupit më herët, tash i ka ndryshuar pak. Po kësaj radhe, domethënë na është dashur gati një vit në një farë mënyrë një pjesë të madhe të programit diku është 80-90% e kemi pasur që para vitit të ri, domethënë, para në vitin 2024. Si na bëhet le themi përzgjedhja apo ftesa e teatrove që duam të kemi në Skupi Festival? Këto 3-4 edicionet e fundit, i kemi, si thush, i kemi në hatur, i kemi gjuajtur shfaqet përmes lidhjeve, se nga ty u bën 20 vjet dhe kemi krijuar rrjetin tonë të njohje me shumë teatro, institucione kulturore, me kompani private teatrore pavarura. Ndërsa më herët, para 4-5 vite, kemi pas atë hapjen open call. Edhe fillonim diku nga marsi, ndodhte që aplikoshin mbi 120, 110, 100 teatro me performanca ndryshme teatrore. Dhe pastaj seleksionimi bëhej në muaj pas muaj, diku nga qershori arrinim te një numër 15 performanca që nga ato për zgjedh pjesën diku te 7-8, siç është si vjet kemi 8 shfaqje. Normalisht kemi na ka ndodhur shpesh që nuk kemi arritur të sjellim edhe ato që kanë aplikuar për shkak kushteve financiare që kërkonin edhe para ata që neve s'na mënte buxheti. Pastaj flasim sepse Skupi Festival është festival ndërkombëtar i teatrove apo jo? Po, që kur ka nisë është festival ndërkombëtar i teatrove, është themeluar në hapësirat e teatrit shqiptar dhe aty vazhdon të një kohë ka shëtitur nëpër skena të tjera të Shkupit, domethënë të teatrove të tjera dhe institucioneve kulturore. Dhe ka pas renovimit të teatrit shqiptar është kthyer prapë në teatrin shqiptar. Sonte kemi natën e 5 me radhë, apo jo? Ku do na prezanton dy shfaqje. Flasim pak repertuar në përgjithësi që nga fillimi i edicionit deri me nesër me përfundimin e këtij edicioni. Sonte kemi dy shfaqje, ashtu siç ishin edhe në natën e 3, po në natën e 5 janë dy shfaqje, është një performancë monodram me rubairat e Omer Kayamit në interpretim të një aktori bulgar, aktorit të mirë Vasil Duel. Dhe kjo shfaqje është në ora 7 në skenën e vogël, ndërsa në skenën e madhe është shfaqja Medea e Euripidit nga teatri kombëtar bulgar Ivan Vazov, teatri kryesor i Republikës Bullgare, me regji të Declan Donnellan, një regjisor anglez me famë botërore. Ne kemi fat që kemi në programin e këtij edicionit 19 dhe ashtu bashkëpunimi me teatrin kombëtar të Bullgarisë na ka ecur këtë vit të fundit dhe kemi sjell prurje jo vetëm këtë vit, por edhe domethënë në edicione të tjera kemi pas prurje selektime bëjë të mira. Është vështirë të mbahen dy shfaqje brenda një nate? Është vështirë në kuptimin menaxhohet, kur teatri ka dy skena dhe normalisht pa hapësira të mjaftueshme. Teatri shqiptar ka këtë mundësi, domethënë që një shfaqje më të vogël në aspektin e ansamblit të stafit aktoresk bëhet në skenën e vogël dhe pjesa shfaqje tjetër kryesore të mbahet në skenën e madhe. Ashtu. Bisedojmë pak. Le të nisim që nga nata e parë, se çfarë kanë pas mundësi të shohin në përgjithësi, domethënë shikuesit, të gjithë ardashësit e Skupi Festival që besoj u ndjekin ndër vite, deri me datë, domethënë natën përmbyllëse që na është nesër me 4 dhjetor, domethënë nga hapja ati me 29 shtator deri me datë 4 dhjetor në natën e tij të 6. Po
Natën e parë kishim hapjen e kishim me teatrin kombëtar të Kosovës me shfaqjen Martesa, autorit Gombrović, regjizorit po ashtu regjizorit tuaj Norbert Rakovski, i bashkëpunimi i teatrit kombëtar të Kosovës me këtë regjizor, ka qenë shfaqje interesante, shfaqje që i plotëson të gjitha kushtet për ta sjellë në Skupi Festival. Ne teatrët e Kosovës edhe të Shqipërisë gjithmonë kemi, pothuajse i kemi në program për arsye se publiku jonë është një pjesë e madhe, është shqipfolës, shqiptare dhe duhet t'ja ofrojmë realisht. Besoj janë dhata mjaft të hapur ndaj ftesës, apo që ju bën nga Skupi Festival? Zakonisht po. Sepse edhe teatrët e kanë një farë, besoj, do ta kenë edhe atje në Kosovë dhe në Shqipëri që të lëvizin, sidomos në ato treva ku flitet gjuha shqipe dhe është mirë që sidomos teatri kombëtar ka lëvizje, shoh në qytetet e Maqedonisë Perëndimore ka pothuajse është, domethënë, aktivitet që mund të jetë edhe më i bollshëm, po është i mjaftueshëm dhe është për ta lëvdruar. Në aspektin e Skupi Festivalit është diçka që ne kemi programin për zgjedhjen. Domethënë që fillimi kemi qenë përcaktuar për ata, për shkak vlerave artistike që përfaqëson si shfaqje dhe si ansambël që kanë. Çfarë kishim me datë 30 shtator? Në 30 shtator kishim shfaqjen në Kështjella, po. Kështjella është një prodhim i një teatri pavarur nga Bergamo, Italisë, autorit Mesha Selimović, punuar nga një regjizor italian. Ishte interesant për bot kuptimi dhe këndvështrimi i një italiani në traditën dhe në aspektin e traditës dhe kulturës në Ballkan, popujve të Ballkan. Ishte këndvështrim interesant dhe ishte në interesin e Skupi Festivalit për ta sjellë në. Tingëllon diçka shumë interesante faktikisht. Po interesant ishte. U pëlqye edhe nga publika, kjo ishte me rëndësi, sepse në fundit ne edhe për publikun i sjellëm, domethënë, është për shfaqjet edhe për është shkëmbim vlerash edhe kulturash. Me natën e tretë po ashtu kishim 2 shfaqje, apo jo, nëse nuk gaboj. Po, nata e tretë ishte po. Një tetor, po. Në natën e tretë kishim në shfaqje nga Turqia Hera teatri, kompani privat, kompani pavarur teatrore nga teatri Hera nga Stambolli, një tekst si tërbim për 2 persona dhe më shumë, shfaqje pjese nga Eugen Ionesco, në regji të Senem Gjevber, një shfaqje shumë e lezetshme, shumë la përshtypje të mirë në publiku, domethënë mori do atrokitje të konsiderueshme dhe ishte për të ishte shumë të kënaqur dhe domethënë patë shumë lëvdrata. Ndërsa në ora 7, sepse kjo ishte në ora 8, gjysmë në ora 7, në ora 19 ishte monodrama e Mirel Knez, autore dhe interpretuese e kësaj monodrame, në regji të Niko Gorshić. Gruaja dhe Lady Macbeth 2.0 ishte një këndvështrim i aktores në rolin e bashkëshortes në shtëpi me burrin aktor të njohur dhe roli i saj në teatr kur ballafaqohet me burrin në sfidat krijuese artistike dhe karrierës artistike. Dhe qëndrimi dhe këndvështrimi i saj kësaj në aspektin njerëzor dhe në aspektin e karrierës. Normalisht ishte shfaqje një këndvështrim nga një grua aktore, që do pavarësinë, që do barazinë me gjitha këto, duke marrë parasysh Lady Macbeth, ndëkimin e Lady Macbeth në vetë Macbethin, burrin e saj. Shfaqje interesante, një interpretim shumë i mirë i shkëlqyer nga ana e aktores. Dhe me datë 2 tetor, 20 kishim një teatr nga Serbia, apo jo, me shfaqjen Don Juan. Po, nga teatri kombëtar i Nishit, Don Juanin e Molierit, të punuar inskenuar nga një regjizor bulgar, Vasil Vasilev, realisht regjizori ishte ai pik takimi me këtë shfaqje dhe i arritëm ta sjellim një shfaqje shumë e mirë me një aktor që është aktori i teatrëve të Shkupit, duket se është në teatrin e dramës. Dhe ishte shfaqje shumë interesante dhe u prit shumë nga publika, ishte në numër të konsiderueshëm.
Shfaqjet e ditës së sotme vetë se i folëm dhe nesër natën përmbyllëse do kemi me Teatrin Metropolit apo jo nga Tirana, Shqipëri. Po zakonisht mundohemi ta mbyllim me një shfaqje ose nga Kosova ose nga Shqipëria, varësisht se si është bëhet hapja. Këtë vit kemi hapjen me Kosovën, mbyllim me Shqipërinë, Teatri Metropol vjen me regjisore Armela Demaj në interpretim të Julka, aktores sot njohur Julka Mujo, po Armela Demaj është në interpretim të rolit dytë, dua dram, është pak a shumë gjysmëjeta, titullohet gjysmëjeta e Maria Curie, flet për jetën e shkencares njohur Maria Curie. I ftoj publikun edhe sonte në dy shfaqjet në ora 19 dhe në ora 20, sidomos edhe nesër në ora 20 me shfaqjen gjysmëjeta e Maria Curie. Nesër përveç shfaqjes na pret apo edhe momenti përmbyllës dhe ndarja e çmimeve po ashtu. Po, mas shfaqjes besoj që juria gjatë këtyre ditëve ka marrë vendime, ka pas bashkëbiseda mes vete dhe besojmë mbas nëse mbrëmje pasi të mbaroj shfaqja, ata një farë mënyrë duhet të kenë një vendim për shpalljen e shfaqjes më të mirë këtij edicioni dhe shpresoj ta kenë, nganjëherë na ndodh që na vonojnë si shumë, një herë po sepse kanë përdar një çmim realisht shfaqjen më të mirë të edicionit. Dhe shpresoj që mos ta vanojnë shumë se nganjëherë publiku është edhe i paduruar, nuk pret. Shpresoj që ta kenë vendimin sa më afër mbarimit të shfaqjes së fundit. Është pak përgjithësi apo jo? Po, është përgjithësi. Tet shfaqje besoj secila sjell diçka ndryshe ndaj njëra tjetrës edhe secila siç edhe na i shpjegove duken më interesant se tjetra, kështu që besoj është pak përgjithësi e madhe. Tani është vendimi i tyre, juria është Zamira Kita, aktore nga Korça, nga Shqipëria, është Adrian Aziri, aktori nga Tetova, dhe është Srebra Gjorgjevska, gazetare për kulturë dhe teatrologe. Këto tre do marrin atë vendim të shohim cili do jetë nesër mbrëmje. Përmendoj që për shembull, nëse nuk gaboj, kemi një regjisor shumë e vlerë apo jo sonte, regjisor anglez nëse nuk gaboj. Po, Declan Donnellan është regjisor anglez, po duket jetën e bën mes Anglisë dhe New Yorkut, kështu po. Domethënë, Skupi Festival përveç që sjell shfaqje të ndryshme, na sjell dhe emra të mëdhenj apo me ndikim në botën e artit. Sa e kuptojmë vlerën e kësaj pune dhe sa është më rëndësi të kemi emra të tillë prezent në festivale dhe po ashtu le të themi në bashkëpunimet e teatrove tona. Kjo pastaj është temë tjetër. Në bisedën që patëm para se të futemi në studio, për shembull, më thash që rezervimet që bëhen për sonte janë më shumë, domethënë, në aspektin sepse ne si festival jemi pak a shumë mbështetim edhe te publiku, edhe te ata që bëjnë art dhe teatr te pjesa shqiptare. Po nuk shoh në interesim, nuk për shembull, nga Pala Maqedoni ka dikun deri në drek ishin dikun 60 rezervime. Që nuk është pak. Sigurisht që do ketë para shfaqjes, kjo tregon që do ketë edhe një numër më të madh që do blenë, që do vinë për bileta për ta pa shfaqjen. Po nga ana tjetër nuk shoh, si duket pjesa jonë është shumë e angazhuar në kampanjën zgjedhore. Po edhe në këto festivale që kemi në qytete tjera, që na ka rastis tash me plan pa plan, me dije pa dije, me informacion pa informacion, brenda këtyre 2 javëve e mbaj dikon 4 festivale, 5. Në fakt, ka 5, më duket të njën. Nuk është mirë, shpresoj që vitet tjera. Nuk e kemi dhe audiencën shumë të gjerë, publikun shumë madh, prandaj është mirë pak më të shpërndar që të gjithë ardashësit sa do kudo të shijojnë të gjitha. Nuk është edhe mirë të lodhin për 2 javë për të pa, domethënë 5 programe festivalesh, nuk është edhe mirë të halodhin. Po them kështu, më thojza në publikun. Po ndodh nganjëherë kështu. Sidoqoftë shohim sadopak interesim të audiencës në përgjithësi, jo vetëm të Skupi, por ndoshta edhe tek festivale tjera apo në përgjithësinë e teatrit shohim. Jo, është mirë, pa më parasysh është shumë mirë që po thuaj se tani ka një shtrirje, gjitha qytetet kanë krijuar nga një festival teatror. Nuk e di me çfarë buxhete manevrojnë dhe nuk është se është vështirë për të krijuar, për të mbajtur një festival me ato buxhete. Shpresoj të ja dalin, shpresoj të rriten. Si gjithmonë besoj mbështetja mbetet një nga sfidat më të mëdha si tek gjithë komuniteti artistik, po. Po, është mirë të koordinohen me terminet, me oraret. Kjo, besoj që në vitet e ardhshme duhet
Do të ketë pak kujdes nga gjithë, duke fillu nga ne edhe nga tjerë. Në fundit mos ndërhyjmë në ato termine që janë përzgjedhur. Ne po thuj se gati një vit më parë kemi pas këto termin, por shkak se kemi punë me teatro. Ashtu. Që ta kërkon si datë 12 muaj përpara, nuk bëjmë plane mujore, bëjmë plane po thuj se vjetore. Ka teatro që bëjnë, domethënë, edhe nuk them gjithë, po një pjesë për shembull që na ndodh shpesh, ne në një farë mënyrë përcaktojmë, sigurisht shtatori, tetori ka qenë ajo që ne jemi përmbajt, në fillim ka qenë nëntori, po tetori dhe shtatori kanë qenë ato termine ku kemi organizuar festivalin, po kanë qenë përcaktuar me datat në një farë mënyrë nga 2-3 teatro që na kanë dhënë si date, si mundësi që ata mund të lëvizin. Dhe normalisht neve na ka interesuar që t'i kemi. Kjo do të rishikohet, besoj, duhet të ketë të organizohet edhe të koordinohet me festivalet tjera. 8 shfaqje brenda 6 nete, punë e madhe, kërkesa besoj, prurje nga më të ndryshmet. Si e shohim këtë edicion, le themi, ndoshta në një dritë pak më të veçantë se edicionet e kaluara, apo le themi në zhvillim më sipër që nga fillimi i festivalit? Në fillimi, në qoftë se flasim për edicionin e parë, ka qenë spektakular, me fishek zjarre, me kështu, ka qenë me një program të hatashëm. Normalisht, jemi një vit para dhe vitit jubilar, apo jo vitit të 20? Vitin e ardhshëm, në edicionin e ardhshëm, ne kemi jubileun e 20, në edicionin e 20. Po, sidomos këto vitet e fundit, festivali, jo vetëm ne, po çdo festival ka ngritjet dhe uljet e vete, ne këto vite kemi pa modesti, kemi sjell program publikut, program që është për të lavdruar. Shpresoj të vazhdojmë kështu, shpresoj që të rritemi. Është përgjithësia, apo jo është festival ndërkombëtar, kështu që kërkohet të mbahet një nivel i caktuar. Po, normalisht kjo do mbështetje më të madhe financiare, logjistike, me të gjitha parametrat tjerë. Shpresojmë që t'i kemi të ardhmen, që të rritemi edhe ne, sepse e kam përmend disa herë, ndoshta është mirë të përmendet shumë herë, sepse nganjëherë kur thuhet shumë herë, kur nuk thuhet, shpesh harrohen. Duhet ndryshohet mënyra e menaxhimit dhe mënyra e financimit. Menaxhimit është diçka e financimit nga institucionet që e suportojnë kulturën, në këtë rast Ministria e Kulturës, qyteti i Shkupit apo edhe sponsorët. Sepse janë sidomos sponsorët në aspektin në këtë rast me ne që jemi si organizator shqiptar janë pak më të ngurtë. Kjo është temë tjetër, po me institucione shtetërore. Ne kemi pothuajse të njëjtin buxhet para 20 viteve, 19 viteve. I njëjti buxhet financiar. Mund ta paramendoni ai buxhet para 20 viteve me buxhetin me ato financa pas 20 viteve. Është pothuajse paramendueshme në fakt. Nuk është vetëm me festivalin tonë, po në 90% është me prodhime teatrore, me manifestime tjera kulturore, kjo duhet ndryshohet. Është 20 vjet, është si ato, domethënë janë ngrira, pothuajse. Nuk duhet ndryshohet, nuk e di, ndoshta duhet të hapet një debat këtë drejtim, po duhet këtë qasje ndryshe. Deri më tani jemi në natën e 5, deri më tani, tek këto shfaqje që kaluam, pam ndonjë shfaqje apo ndonjë reagim që ndoshta ndonjëra i bëri pak më përshtypje publikut apo diçka që ju ngeli më në veçanti apo në memorie? Po, secila shfaqje kishte veçantitë të veta, të bukurën e saj dhe normalisht ka pjesë publiku që pëlqejnë atë lloj zhanri, ka pjesë publiku që pëlqejnë lloj zhanri tjetër. Sonte është ajo, ndoshta një ndër pjesët më të rëndësishme të programit, sepse kemi 2 shfaqje dhe kemi një shfaqje një emër botror. Presim edhe sonte. Shpresojmë koha tjetë kështu se mbrëmë kishim kohën me shi, po prapë ne kishim një numër shumë të konsiderueshëm të mirë të publikut dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu. Dhe ta kemi vëmendjen më të madhe, pak edhe mediatike edhe nga publiku si festival dhe si e kuptoj barierat gjuhësore janë. Për shembull në Ballkan, jo vetëm shqiptarët, në përgjithësi e kanë si mërzime me shku me pa shfaqje në gjuhë
të tjera, po është mirë që të shto, sepse në fundit është një shkëmbim kulturor, është një qasje ndryshe që mund ta ketë. Hapet një diapazon tjetër, po është. Po, shohim e presim. Unë uroj më të mirën dhe shumë sukses të tutje dhe uroj që ritakohemi sërish për të biseduar mbi vitin jubilar që po na pret, më thënë vitin ashëm, 20 vite Skupi Festival. Ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë dhe hapësirë, se di që jeni të ngarkuar, bëhet fjalë për 2 shfaqje sonte, festivali akoma vazhdon, por gjithsesi ju falenderoj shumë që keni qenë sot me ne. Falenderit juve për ftesën dhe jeni të mirëseardhur. E ta është të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes dhe juve dhe për sot duke ju uruar një pazite dhe fundjavë sa më të këndshme në rishi, jemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.